Miq, do të flasim për situatën politike në rajonin tonë, në Kosovë, në Ballkan, për ndikimin nga situata gjeopolitike, ajo që po zhvillohet në lindjen e mesme në Iran. Duket se vëmendja e Shtetet Bashkuara dhe të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian është fokusuar më shumë atje. Ndoshta mund të kemi edhe një largim vëmendje nga Ballkani për momentin, edhe pse Trumpi vetëm pak ditë më parë vendosi që të propozonte një general në pension, por me 3 yje për ambasador në Shqipëri, duke sigur do jetë në de facto fuqi plot një diplomacia ushtarake me figurën e Erik Wend për gjithë Ballkanin, jo vetëm për Shqipërinë, por çfarë po ndodh realisht tani, aq më tepër pashumbjes së zgjedhjeve në Hungari të Orbanit, ndikimin në rajonin tonë do flasim në një bisedë me zotin Arjan Gaxhelli, njohës i zhvillimeve gjeopolitike, me studime të përfunduara në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe specializime në Europë në Universitetin e MNU dhe të tjera, me një eksperiencë jo të shkurtër, por të gjatë, njohës i mjaft i mirë i këtyre zhvillimeve. Janë përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën, zot Riballa, gjithë një kënaqësi të jemi pranishëm përballë profesionistëve siç jeni ju. Faleminderit ju. Dhe për mua gjithashtu është kënaqësi. Zoti Gaxhelli, Kosova ndodhet në një situatë jo fort të mirë, pasi jemi ndoshta shumë afër edhe dy javë kanë mbetur, në mos gaboj, nga skatimi i afatit për zgjedhjen e presidentit të ri, më pas i vi që të shkojmë në zgjedhje të parakohshme. Por në këtë moment ndoshta mundet që edhe të ketë një kapërcim dhe palët të gjenjë një marrëveshje. Në gjykimin tuaj, cila nga pistat është më afër? Për situatën politike në Kosovë, keni fjalën, atëherë unë kam thënë shumë vite më herët, ka më se 5-6 vite më herët se lideri i cili është kredibil kupton dallimin mes objektivit dhe qëllimit, dhe qëllimi është gjithmonë vendi ku ai përfaqëson që të kënaqë atë, dhe objektivi duhet të jetë gjithmonë jashtë vendit, të arrihet jashtë vendit, sidomos në situatën e Kosovës, ku gjykata ndërkombëtare e ka të shpjeguar atë se shtetëzimi i Kosovës lidhet direkt me aleancën që ka me aleatët e vet, dhe gjithashtu do thotë përparimin e saj në aspektet bilaterale me që jemi në një sistem internacional të tillë siç jemi sot. Dhe mos kuptimi i drejtë i qëllimit dhe objektivës apo përzierja e këtyre dy koncepteve na bën tek një realitet të cilin jemi këtu. Çka ka ndodhur është se qëllimi është kthyer në objektiv. Do thotë objektiva është kthyer në trajtimin politik internal të Republikës së Kosovës. Do thotë kur vendoset një objektiv në një vend, aty parashihet të ketë do të thotë kompeticion, luftë, betejë e të tjera. Dhe me që objektiva është vendosur brenda Kosovës, siç është nacionalizmi me elemente të skajshme të populizmit, duke marrë Mitrovicën, siç është tjetra që po përjetojmë tani se në nënvlerësimi i ushtrisë shërimtare të Kosovës, apo me thjesht të themi arritja deri te niveli i neutralizimit të rolit të saj në ditët që ne po jetojmë. E tjerat më radhë do të thotë janë fakte të mjaftueshme të kuptojmë që Kosova po kthehet sa më do kishte thënë në një objektiv, apo ai do thoshte tokë e betejës kur e dëshpërueshme, po dhe tani kemi këto përplasjet institucionale dhe mos arritja e një stabilitetit institucional të Republikës së Kosovës, e cila do të reflektonte në sistemin ndërkombëtar dhe harmonizonte ato që vijnë nga eksternali i Kosovës apo sistemi ndërkombëtar, ta harmonizon atë me sistemin internal të Republikës së Kosovës, qoftë në aspektin ekonomik apo inflacionit, apo tani rritja e çmimit të naftës dhe shumë dukuri të tjera politike, sidomos.
dhe atë në aspektin e sigurisë. Do të thotë shpresoj që jemi qartë, kryesorja problemi është mos definimi i koncepteve se çka është objektiva dhe kënaqja e interesit të qëllimit të cilit ku qëllimi do të thotë është shteti i Republikës së Kosovës, nëse objektivat duhet të vendosen gjithmonë jashtë saj, loja politike apo betejat politike apo betejat në siguri duhet të jenë jashtë saj, siç është për shembull në fqinjtë tonë në Serbi, do të thotë atje ne duhet të kemi betejat ose betejat në sistemin ndërkombëtar se si të parafrohemi me shtete siç është Spanja, Greqia, dhe me që jemi këtu do të kisha thënë zotëri Balla për ju se po hym në një fazë 4 vjeçare tani ku do të intensifikojmë me alatët tonë përpjekjet dhe përnjohjen e Republikës së Kosovës nga Spanja. Këtë e keni tani ju në kohën të cilën ne e masim, që jemi para kohë, por do të jemi këtu, do të flasim pas 4 viteve dhe mund ta shohim këtë që po flasim ne sot. Ju në biseda që ne kemi zhvilluar më parë, jeni shprehur që gjithë kjo krizë politike, e mbështjet me elemente që sapo thatë më lart, mundet që të përshkallëzohet në një konflikt civil brenda vendit. Po atë, comme thënë zotëri Balla, tani keni parë dhe intensifikimet e do të thotë atyre të pakënaqurve, të cilët me të drejtë do të thotë shpërfaqin pakënaqësitë e tyre, jeta është bërë më e vështirë për qytetarën në Kosovës, jo më e lehtë, do të thotë nga aspekti realist. Dhe kemi manipulime të skajshme me qytetarin, duke tani së fundmi kanë filluar të dalin të thojnë se rryma elektrike në Kosovë është më e lirë se sa në shtetet fqinj. Në fakt edhe ne themi që është më e lirë në Kosovë se sa në Shqipëri apo në Maqedoni. Po ashtu thoni edhe ju, por ajo varet se si matet. Do të thotë ajo matet sa ka personi kapacitet të paguaj, jo se sa kushton përse rryma. Sa ka kapacitet me pagu. Edhe nëse ju e merrni atë që në ekonomi njihet PPP, atëherë e shef se Kosova shpenzon energji, do të thotë elektrike, qytetarët paguajnë në rajon mas shumti, do të thotë mas shtrajti e paguajnë energjinë elektrike. Dhe aty afër është edhe Maqedonia. Ndërsa manipulimet ndodhin këtu në Kosovë, në skajshmëri, edhe ajo që thoni ju, të cilin e kemi paralajmëruar përveç paralajmërimeve që kemi bërë para kohë për një marrëveshje mes sigurisë mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe Kroacisë. Ne qëllimisht e kemi thënë kjo do të ndodhë, deshëm ne apo s'deshëm mes Kosovës dhe Shqipërisë, dhe kjo marrëveshje trilaterale kryesisht bazohet në fuqinë e marrëveshjes sonë bilaterale e cila mund të evolojë. Dhe pastaj kemi bërë thirrje nëpërmes jush që Shqipëria të delë në ndihmë Kosovës në ditët e mundimshme. Dhe pastaj Shqipëria e bëri po të njëjtën gjë në sistemin ndërkombëtar. Filloi do të thotë të dalë nga vetja dhe pse nga Kosova ka shumë atakime për qeverinë në Shqipëri. Nuk do të thotë që s'ka vend për kritik e cila është shumë e vend, siç është për shembull korrigjimi i kufive, kur Edi Rama zotëri kryeministri i Shqipërisë ishte provë, ishte një gabim fatal me grupin e tjerë. Por nuk do të thotë që tani nuk mund të gjejmë ne hapësinë në mosveti apo të bllokojmë njëri tjetrin për interesa egocentrike të cilat përfaqësohen kryesisht nga dy kryeministrat tonë. Do të thotë kjo do ta thaja sa i përket sigurisë tonë kombëtare në Republikën e Kosovës dhe qenit nacionalist, siç e kuptojnë, por në fakt është patriotizëm. Kemi një parti politike tani që është LDK, e cila është do të thotë celula e parë në territoret shqiptare, e cila filloi me vizion, do të thotë të mbrapa de facto dhe de jure influencën e slave, do të thotë atë në të kapacitetit të quajtur komunist. Si në Shqipëri, ashtu dhe në Kosovë është kjo parti LDK-ja, e cila tani ka ardhur në një gjendje kritike,
dhe thoja që do të marrë ka dy opcione, o do të marrë rrugën për të rikonsideru vetën se dhe percepcionin publik se ku gjindet dhe duke e kuptu të vërtetën se brenda saj gjindet gjindën individ të cilët punojnë për të mirën e një partije tjetër siç është PDK, do të thotë aty ka dhe duhet të reflektojnë se koha është që LDK për shembull si parti politike të hap betejën apo kompeticion do kisha thënë të mirëqen për të fuqizuar meritokracinë në asaj. Do të thotë në nivelet të cilat dikur i kishte organizative, siç është aktivi në Dega dhe qendra, do thotë ato tani më nuk ekzistojnë. Aktivi nuk ekzistojnë fare, në Dega do të thotë vendosen njerëz me anë të telefonit, pa ndonjë aktivitet politik. Dhe kjo çon deri tek tkurrja e partisë dhe do të thoja do kisha fol në një rast tjetër më thellë në lidhje me këtë. Po me që jemi tek kjo, me që jemi tek kjo çështje që ma solli bisedën në këtë prizëm, a është i mundur skenari që kemi një shkëmbim të vendeve mes Lumia Abdigjikut dhe Vjosa Osmanit, pra Abdigjiku shkojnë presidencë, Osmani kthehet dhe merr LDK-n sepse ka qarkulluar ditët e fundit nga disa prej zërave mediatik në Prishtinë. Pra një koalicion që Kurti lëshon presidencën për Abdigjikun dhe rrjedhimisht Vjosa Osmani rikthehet dhe merr LDK-n. Për ju është i mundur ky skenar? Po, nuk do kisha thënë se s'është i mundur ky skenar. Ky skenar do të thotë nuk e nënvlerëson pastaj apo nuk e çet në asnjë pozitë defensive partinë e vetëvendosjes, nuk i prish asnjë gjë punë, do të thotë mendoj që është diçka që mund të ndodhë. Në momentin që mund t'i prish vetëvendosjes interesin e saj partijak, ajo është e pamundur. Do të thotë gjithmonë kalkulimet çka ofrohet nga vetëvendosja gjithmonë janë, nëse nuk është 100% në llogaritë vetëvendosjes, ajo nuk ndodh. Dhe këtë mund ta testojmë do të thotë me Partinë Demokratike të Kosovës. Si ka mundësi që vetëvendosja asnjëherë nuk parafrohet me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila është një rrjedhë e Partisë Demokratike të Kosovës. Njerëzit të cilët formuan vetëvendosjen janë njerëz të cilët dolën nga PDK-ja. Do thotë ideologjikisht dhe idealet e tyre do ishin shumë të parafruta në kuptim real, por ajo nuk afrohet sepse nuk ka terren për të fituar me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila është konservative dhe ka të vendosur votuesit do thotë janë të damë në kuptimin kundër vetëvendosjes pro PDK-s, po ashtu vetëvendosja ka të njëjtën sistem të operimit kundër apo pro. Dhe këtë operimin e saj vetëvendosje gjen vetëm tek LDK, e cila tani nuk ka qenë aftë reflektoj apo spaku të filloj të merr guximin dhe të hap do të thotë terrenin e kompeticionit brenda LDK-s, sepse ky guxim i ka munguar duke menduar që mund të çojnë deri në përçamjet. Në fakt do të thotë është një thënie tek ne këtu populli gjarpit kur mundoheshmi ti mshehësh në shtëpi, ata nuk zhduken po shumohen. Dhe problemet vinë ashtu rriten kështu në këtë partinë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pse më tu fol kaq për Lidhjen Demokratike të Kosovës, mendova shkurt dhe do flas shumë në detaje pastaj edhe për emra të përveçëm në një mundësi tjetër kismet. Kush janë ata persona të cilat po e çojnë brenda LDK-n drejt do të thotë drejt zhdukjes së saj, do t'i përmend me emra dhe do t'i argumentojmë ata. Por sot do të thoja këtë, po flas këtë sepse LDK-ja kishte vizion shtetëror i cili përmbante brenda vetës edhe planifikimin në rajon për siguri. Këtë mund ta gjejmë për shembull në simbolika, se edhe ne kur flasim me shkronja me numra ato janë simbole, siç janë flamurat. Ne në Lidhjen Demokratike të ideatorit Dr. Ibrahim Rugova ke pas flamurin e partisë LDK-s, e ke pas flamurin e Dardanis,
flamurën e Kosovës, flamurën e Dardanisë. Dhe ne dim ku janë territorët e Dardanisë. Nuk janë Kosovën e tanishme. Dhe kjo është një proces simbolik. Me simbol të tregon se ka keme shku. Me këtë parti keme punu për këtë shtet, me konsideru, me shtetëzu, me forcu shtetin e Kosovës, dhe pastaj keme shku me bo influencën tonë në shtetin e Dardanisë, që ka territor aty ku mund aty ku po shohim Maqedoninë që po qohen për gjuhë, aty ku po shohim që po largohen shqiptarët sistematikisht nga serbët në territorët të Serbisë, aty ku ka probleme jashtë Shqipërisë të shqiptarëve në rajonin tonë të Ballkanit. Dhe vizioni është shumë i qartë për ata që dojmë lexu. Po në fakt tani mos leximi drejt i këtij vizioni dhe mos marrja e përgjegjësisë e ka kthyer qëllimin në objektiv. Është e njëjti, do të thotë problem si shtet që kemi, edhe partia e LDK-s do të thotë e ka përzin këtë aspekt objektivin edhe qëllimin. Do të kisha thënë, në herën tjetër do të shpalosim më detaje njerëzit të cilët influencojnë dhe do të thotë kryesisht kryejnë shërbime për Partinë Demokratike të Kosovës për gjatë reprezentimit të tyre në Lirën Demokratike të Kosovës. Patjetër që do ta diskutojmë me kënaqësi. Zoti Gaxheli, për të ardhur në situatën rajonale ballkanike, Kosova nëse do ishte në një moment ndoshta më të mirë me qeveri të fortë, institucione të forta demokratike, ndoshta mundet kishte përfituar nga kjo amulli, jo vetëm globale, por edhe rajonale aty, pasi pak ditë më parë të dielën Viktor Orban, sponsorizues i madh i Vučićit dhe i Mickovskit, pra po flasim për boshtin në Budapest, Beograd, Shkup, u këput pas humbjes së tij. Edhe Vučići ndodhet në pozita ndoshta më të pafavorshme të mundshme, si brenda nga presioni nga protestat, me të ardhme të pasigurt, por edhe jashtë pa mbështetje. Gjithë kjo, pra, duket sikur nuk është përkthyer mirë në Prishtinë për të përfituar. Po tani mendimi im është, qofsha i gabuar, por mendimi është se pasardhësi i Orban tani, ky është emocionalisht më i ftohtë në aspektin politik mes Hungarisë dhe Serbisë. Do thotë nuk ka emocione të cilat i kishte lideri paraprak për patën edhe një gricje të vogël sapo zgjodh, pasi Vučići fiksoi butalliqe deklarata që kishte një afrimitet pra për një skenar të mundshëm midis Orbanit dhe Vučićit. Po Orban dhe Vučić kishin lidhje emocionale politike në mosvete. Do të thotë Orban ata shpërfaqte edhe nga aspekti i EU-s, Bashkimit Evropian, do të thotë. Ai ishte do të thotë kundër Bashkimit Evropian dhe më shumë nacionalizëm, më shumë autonomi për shtetin e Hungarisë dhe më pak do të thotë heqja autonomisë së Hungarisë për drejt Bashkimit Evropian. Dhe kjo pastaj reflektonte në aspektin e marrëdhënieve politike emocionale mes Orban dhe Vučić. Tani ky tjetri që po vije tani, ky se ka atë emocion, ky është i drejtuar ka drejtim tek Bashkimi Evropian, e don një Bashkim Evropian dhe do të thotë funksionimi i tij do të rrjedh sipas politikave që vijnë nga Brukseli dhe do të jetë i respektueshëm dhe do të punojë në atë drejtim në forcimin e Bashkimit Evropian. Njëkohësisht do kisha thënë së fundmi kemi lajme që Evropa po vije drejt tek do të thotë përfundimi i mendimit që do të kemi një NATO të Evropës. Është kjo të cilën e kam thënë së paku 3 vite më herët, se para se të vije zotri Trump në krye, se Evropa duhet të marrë përgjegjësinë e saj në NATO, që do të udhëheqë vetë NATO-n, sepse NATO është ide e cila është krijuar për me majtë sigurinë e Evropës. Nuk është ide që të majë sigurinë e Amerikës. Dhe shtetet e Evropës do të marrin këtë përgjegjësi dhe kanë filluar tani ta marrin këtë përgjegjësi, këtë rol me rëndësi më të madhe, duke parë rrezikun rus gjithnjë duke reflektuar karshi saj. Dhe do thotë Rusia, forca e Rusisë do të ndihmojë shtetet e Evropës që të vinë bashkëpunim në mosvete.
Dhe sa më e egër që të jetë Rusi, shtetet e EU-ja, Bashkimi Evropian do të jetë më i fortë. Dhe këtë tani mund ta shohim edhe me rastin e Hungarisë dhe pastaj edhe me vendet e tjera, të cilat kohë pas kohe do të reflektojnë. Sa i përket do thot në lidhjes me Kosovën, me presidentin, me udhëheqësin e ri në Hungari, se si do të reflektoj kjo, është një mundësi shumë e mirë për Kosovën drejt Bashkimit Evropian, sepse Serbia nuk do ta ketë një aleat emocional politik i cili mban krahun e Serbisë edhe kur Serbia është kryeneç apo është do thotë jashtë interesit të Bashkimit Evropian, e cila gjithmonë edhe ka shpërfaqur strategjinë e saj gjatë integrimit në Bashkimin Evropian. Serbia do të rrisë interesin e influencës ruse. Dhe tani Hungaria do t'ja heq këtë krah. Do thotë Hungaria do t'i thotë mu nuk më ke këtu, dhe do të vazhdosh ti vetë si duash, por mu nuk më ke në atë krah. Dhe kjo është një pozicion më i mirë për Kosovën. Sigurisht edhe Shqipëria ka një pozitë shumë të mirë të cilën unë kam thonë shumë herët se Shqipëria tani me që ne kemi një udhëheqës siç e kemi dhe nuk është i interesuar do thotë të përparoj shteti Republika e Kosovës në sistemin ndërkombëtar, po ashtu në zhvillimin e brendshëm i intereson udhëheqës sonë të mbetë në status quo, siç kemi mbetur për sa vite. Atëherë unë kam thënë që Shqipëria du të njeh hapat e vet gjatë rrugtimit për tu antarësuar në Bashkimin Evropian, të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe nga aty pastaj të ndihmoj Kosovën, nga aty kur futet brenda. Dhe që mos humb kohë me Kosovën se shtetet e Kosovës të jetë sot me Amerikë, nesër me Macronin, mas nesër me Borrellin, tjetër ditë me asnjërin, dhe nuk besoj që shteti i Shqipërisë duhet të humb kohë me prit integrimin e Kosovës, duhet të vazhdoj po ashtu të mos humb kohë për Serbinë. Dhe unë kam parasysh atë formulën që të jetë Serbia dhe Shqipëria në Bashkim Evropian, por që të mos kenë kapacitet politik brenda, siç është paraqitur nga zotri Rama. Është teknike. Po, ajo nuk është diçka, nuk është zgjedhje. Ajo është vetëm një hap për të mbajtur status quo apo mos zgjedhjen e raportit mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe që Serbia vazhdoi të jetë akoma me dy ose më shumë karrike. Po, saktësisht, ajo Serbia do të vazhdojë ashtu, po as gjatë sa mund ta bëj. Por ju më hapet një temë interesante atë të NATO-s, një NATO e re që tjetë të pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por çfarë do të thotë kjo? Nëse do të realizohet një NATO e re që përfshin normalisht edhe shtetet e Evropës edhe Ballkanin, në një situatë çfarë ndodh me Bonstitin, çfarë ndodh me KFOR-in, çfarë ndodh me situatën e Prisht në Malinezi, në Maqedoni, që edhe me zhvillimet e fundit që ju e keni parë, por mbi të gjitha derisa të bëhet ajo, çfarë ndodh edhe me pretekstin e Serbisë që ashtu sikur e tha Vučić edhe sot, ne po armatosemi për shkak të aleancës Prishtinë, Tiranë, Zagreb. Po, kjo tani është pretekst i Serbisë. Serbia armatosja e Serbisë ka ndodhur para se të bëhet kjo aleancë. Do thotë faktet tregojnë për importimin e armëve të avancuara nga Kina dhe Rusia. Ne edhe bashkë kemi folur dhe ju më keni sjellë shembull dhe vitin e kaluar në mos gaboj, edhe të futjes e armatimeve të kamufluar nëpërmjet Malit Zi. Po, tani kjo është vetëm një pretekst dhe Serbia do të thotë nuk është realisht që njen kërcënimin nga Kroacia, Shqipënia dhe Kosova që shkojnë për të okupuar Serbinë. Kjo është një pretekst e cila Serbia don me pas sigurinë e vet nacionale dhe të pres momentin për zgjerimin e saj. Do thotë kjo është, mëse kjo do s'ka dyshim për të.
ku momentin që Serbia njeh momentin që mund të zërohet, ajo do të fillojë luftën për zgjerim. Dhe kjo çka do thotë kjo aleanca trilaterale e shteteve që është bërë e ka vë Serbinë të dyshoj se nëse për momentin nëse do vije se ka kapacitet të futet për pushtime. Dhe tani paqja këtu mes këtyre shteteve vendoset kur kjo aleanca trilaterale do të thotë vazhdon zhvillimin e saj në praktik, do të thotë dhe fuqizohet ushtarakisht dhe nuk e lën do të thotë Serbinë do thotë e vendos Serbinë gjithmonë në dyshim se ka mundësinë të zgjerohet. Në momentin që Serbia në kalkulime dhe e shef shansin për zgjerim, ajo do ta bëj. Ose siç tha ministri i jashtëm kroat për të vazhduar këtë që ju thatë që sipas ti nuk e di ku bazohesh, ndoshta informacion apo indicie apo analizë politike që nëse Rusia do ta kishte mbyllur shpejt e shpejt në Ukrainë, Serbia do të kishte sulmuar Kosovën. Dhe ka deklaruar në mos gaboj para 2 ditësh. Po, zotëri Bolla, kjo ka qenë më së qartë 3-4 vite, do thotë momentin që Rusia u fut të pushtoj në mënyrë klasike Ukrainën, ka qenë e qartë, do të thotë se çfarë do të ndodhë në Ballkan me Serbinë dhe Kosovën, dhe këtë mund ta faktojmë ne. Do të thotë si e faktojmë shohim do të thotë rastin Banjska. Do thotë rasti Banjska, akti terrorist nuk ka qenë ka pas qëllim politik, do thotë, se nuk mund të jetë akt terrorist pa pasur qëllim politik apo ideologjik ose dyja. Dhe pastaj shohim rrjedhën e saj më pas sa armë janë gjetë. Dhe do të thotë mundësi kjo ka qenë e parapame dhe lexueme, unë kam dokumentin, do thotë që ta kam dërguar dhe mund ta faktojmë para rastit që të ndodh Banjska, është e shpjeguar me kish ortodokse roli i saj, me pozicion gjeografik, me rrezikshmëri të aktit terrorist dhe kapacitetit të saj të evolojë në gueril, që do të thotë çon në shtetërëzim Republikën e Kosovës. Kjo ka qenë e qartë, por jo e realizueshme. Tentimi është bërë, po jo e realizueshme. Dhe tani ne me që mos i humbim temat që u çelën, NATO ka riformatim, kam thënë që do të ketë dhe fillon riformatimi i NATO-s dhe kam thënë që nuk ka ikje nga Shtetet e Bashkuara nga NATO. Po ka riformatim dhe ajo tani po ndodh. Bën-Stilli dhe këto që i përmend Bën-Stilla do hiqet, jo, nuk do hiqet, nuk mendoj që do hiqet Bën-Stilli, në fakt e kemi në farën fillim e përmendet ambasadorin e ri në Shqipëri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thotë prap po rikonfirmoj nuk ka tërheqje të Shteteve të Bashkuara nga NATO, ka riformatizim. Shtetet e Bashkuara do të kenë ndikim në Ballkanin ton, se si do të ndahet Ballkani jon, do të thotë sa do jetë pro Bashkim Evropian dhe pro Amerikan, ajo vlen të shohë do të jetë shumë interesante. Më pëlqeu kjo sepse edhe tani ne kemi një dualizëm, mund ta them edhe në Tiranë, që herë kryeministri ka qenë kur e ka parë situatën jo fort mirë me Shtetet e Bashkuara, kalin e betesë të fushatës e kishte integrimin në Bashkimin Evropian, kurse tani është hedhur në krah të Shtetet Bashkuara për çdo gjë që po ndodh edhe në rrjedhën e luftës, duke pranuar ndoshta edhe para kërkuar njëri shpalljen e Iranit si shtet sponsorizues të terrorizmit, mbështetjen pa kushte ndryshe nga gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm të Bashkimit Evropian që ka kushtëzuar pjesëmarrjen në luftë. Shqipëria ka qenë aty për çdo gjë, por kjo nuk është se i ka lënë shumë të kënaqur dhe të Bashkimit Evropian pasi një delegacion që ishte vitin e kaluar apo në fillim të këtij viti në Tiranë ka kërkuar shpjegime nga Tirana se pse u bashkuan me Bordin e Paqes. Pra, kjo që ju sapo thatë, si do ndahet Ballkani. Po, tani nga evropianët trajtojnë aspektin politik me një gjaftësi shumë më të madhe se sa e trajtojnë amerikanët apo anglezët apo ne shqiptarët apo popujt tjerë. Dhe kjo mund të jetë do të thotë
këtu ne nga kjo pikpamje ne mund të përfitojmë sepse ne mund të jemi gjithmonë me Evropën përderisa jemi me Amerikën. Do të thotë interesi jon për Evropian duhet të shifet nga perspektiva apo aspekti se ne e ngrisim vlerën tonë në Bashkimin Evropian duke qenë më afër me Amerikën, jo duke qenë më larg. Kjo është do të thotë mendësia që dhe gjithmonë unë kam thënë dhe ripërsëris se shqiptari në këto troje i ka dy qëllime, atë interesin nacional kombëtar shqiptar dhe interesin amerikan. Dyja duhet i respektoj që të vim tek ideja të cilën e kemi përfolur dhe kemi thënë se është shekulli shqiptarëve. Do thotë çdo lëvizje që bëhet në interes të dy këtyre qëllimeve do të rezultoj pozitiv për neve. Ka vetë diçka të fundit për ta mbyllur me situatën gjeopolitike tani si ti kuptojmë lëvizjet e Trumpit, sepse deri para pak ditësh ishte lufta e madhe, sherrri me Europën, nuk po na ndihmoni për të hapur kanalin ngushticën e Hormuzit. Dje tani u kthye gjithçka, do ta bllokojmë kanalin e Hormuzit pra ngushticën. Lëvizjet e paparashikueshme ashtu sikur edhe vetë kjo administratë e dytë e Trumpit, po si do mbyllet konflikti atje? Ka një rrugë, një shtek për të dalë? Unë tani në aspekt me konfliktin në lindjet mesme flas vetëm nga perspektiva, do të thotë nga reprezentimi personal, mendim personal që mund të jetë izolum, kujt i vjen punë le ta merr, kujt i vjen punë le ta gjun. Unë kam pas rastin me fol me një koleg gazetar që e keni ju e unë e kam vlla dhe kam thënë se ngushtica e Hormuzit i kam thënë se të cilin e përshëndes? Po i kam thënë se mundësia shumë reale është që bllokimi i kësaj ngushtice është në favor amerikan dhe amerikanët do ta bllokojnë atë, jo Irani. Ajo paraqitet në publik sikur Irani është e bë dhe me që madje edhe ata besojnë që edhe vetë Irani që e kanë bë, por ajo nuk është në dëm të amerikan, ajo është në favor amerikan. Sa herë që Irani e bllokon atë ngushticë, është në favor të Amerikës. Pse? Ta argumentojmë tani. Kush humb aty? Kush janë vendet që humbin? Aty humb Evropa, humb edhe Azia. Humbet Kina. Po, këto dy vende humbin ekonomikisht. Dhe tani pse duhet të humb Evropa? Po Evropa duhet të humb sepse nuk mund ta kemi një Evropë e cila mendon se mund të bashkëpunoj në aspektin në perspektivën liberale, në kohën të cilën ne jetojmë tani në këtë sistem ndërkombëtar, të ketë një mendim as liberal, i cili e ka zhvilluar më herët Kinën e ka pru në këtë nivel të zhvillimit të saj, do thotë, dhe nuk e ka ndryshuar atë. Ta shpjegoj se si. Do thotë kemi botën liberale deri tani që ka funksionuar duke thënë hajde të japim Kinës zhvillim ekonomik, se duke i japur Kinës zhvillim ekonomik, ajo do të jeton sipas vlerave tona perëndimore. Dhe çfarë bëri Kina, i mori zhvillimin ekonomik, edhe të nënshkruar nga George Bush për free trade me bo, dhe zhvilloi ekonominë dhe tha më fal, por për vlera ne jemi civilizim vetë. Tani na jetojmë si dojmë vetë dhe ne jemi taftë për veten tonë. Dhe Kina i tha perëndimit tani kush do me kuptu, amerikanët e kanë kuptuar atë se ku është Kina. Dhe evropianët mendojnë që mund të ketë akoma bashkëpunime me Kinën në aspektin liberal se po zhvillohemi dy vende. Në rregull. E kuptoj faktin se zhvillimi i Kinës deri në këtë pikë të jetë superfuqi ekonomike e cila ka arrit këtë nivel me mos gjakderdhje, do të thotë është një fenomen në histori, do kisha thënë, sepse këtë civilizimet i të cilat në shku në zhvillim këtë parandorit me gjak, tu luftu, tu marë pasurit tuja, tu ke përdorur sklavërim e tjera, do të thotë ki këtë parandorin perse, babilonin, parandorin romake, parandorin osmane, këtë zhvillimet i ki pas
me gjak. E vetmi zhvillim në këtë pikë që kam rri është tani Kina, dhe unë e kuptoj mendësinë e evropianëve se Kina nuk e ka detyrimisht të kontrolloj sistemin ndërkombëtar. Edhe unë e them se nuk e ka, dhe momentin që do ta ketë direkt atë mendim, Kina do të kollapsoj, se s'mund ta marrë në dirigjim sistemin ndërkombëtar. Edhe unë e kuptoj se Kina nuk funksionon për asaj perspektive. Por momentin që Kinës i cënohen drejtat e saj të zhvillimit, Kina do të reagoj. Dhe deshi apo s'deshi Kina do të futet në të njëjtën mendësi të kontrollit. Sepse nuk varet pi Kinës a do e bëj as do e bëj atë. Varet pi zhvillimeve, akteve dhe aksioneve dhe reaksioneve, të cilat janë të pashmangshme që të ndodhin. Dhe amerikanët e kanë fara të qartë atë, për atë arsye e kanë vu në objektiv Kinën si kërcënuesi i parë i zhvillimeve amerikane. Dhe evropianët kanë bërë të thotë tregti të lirë, dhe tani amerikanët e përdorin Iranin për të goditur Evropën edhe Azinë për mi sjell në tavolinë të diplomacisë. Sepse vajtën shpejt, si Starmer, si Sanchezi, vajtën në Kinë për të promovuar dhe deklaruan hapur që do promovojmë Kinën në Europë, pasi u mbyll tregu me SBA-n. Pas tarifave. Po, zotri Balla ne kemi thonë edhe më herët, sepse Irani në një luftë ku do ta demolonte Iranin Amerika, qytetarët e Iranit do të ndjekin rrugën e serianëve të emigrimit, dhe ajo do të shpërfaq një problem shumë serioz në Evropë. Të thotë nuk mundet Evropa nuk ka pozitë gjeografike, as nuk ka fuqi të saj ta përballoj trusnin amerikane apo të jetë kundër vlerave amerikane. Sepse tani duke u zhvendosur nga ajo dhe duke nëse keni interes të them disa fjalë se çfarë po ndodh aty në lindjet mesme direkt. Kush është të luftu me kënd dhe kush e ka kënd armik. Armiku kryesor në lindjet mesme nuk është armiqësia mes Izraelit dhe Iranit. Gjitha këto shtete që janë në lindjet mesme, duke përfshirë dhe Izraelin me interesin më të madhin, e kanë emëruar në përbashkët si armik, e cila është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe ne mendojmë që Izraeli dhe Amerika janë një, po që të dyat për njëra tjetrën e dinë se dhe ku e kanë, dhe ku e kanë interesi është kështu. Këto shtetet e Golf, që thirrën, që prodhojnë gaz, dojnë një Izrael më të dopt, një Iran mundësisht të shkatruar, edhe një largim të shteteve të prezencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Izraeli don një shkatrim të Iranit, edhe don një largim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani e don shkatrim të Izraelit, mundësisht, po jo përse. Do kisha thënë më saktë, do ishte Irani e don një do thot ulje të fuqisë së Izraelit dhe një largim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dojnë me pas influencën e tyre në këtë vend. Dhe që të gjitha këto shtetet e tjera e kanë një qëllim të përbashkët. Qëllimi i përbashkët është, do thotë, drejtuar një akteri aty, që është largimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Largimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga aty, pa e treguar arritjen e qëllimit apo interesit që e përmendëm më herët, do thotë pa realizuar objektivin, aty lindja mesme është objektiv për Shtetet e Bashkuara, duke realizuar objektivin e tyre, ata kënaqin interesin e tyre nacional. Nëse nuk e bëjnë këtë, pikpyetja sistemi ndërkombëtar i rritet dhe i ulet besueshmëria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se ka kapacitet të jetë
superfuqi apo homogjeni në të ardhmen. Do thotë i ulet. Shtetet e Bashkuara për ata unë kam thënë se nëse futen në luftë me Iranin, do të jetë një luftë shumë e gjatë dhe shumë e egër, dhe kam thënë varësisht që reflektojnë fëqinjën shtetet aty do të rezulton. Por këtë kemi thënë zotri Valla shumë më parë se të filloj lufta në Iran, tani jemi në atë procedurë. Edhe duket sikur ne kemi shumë për të folur në vazhdim, pasi sikur e thatë ju, konflikti. Edhe në fakt parashikimet tuaja kanë dalë, sepse edhe për atë që po ndodh në Ukrainë, kur të gjithë po flisnin që do të mbyllet, sikur thoshte Trumpi, do ta mbyll për 48 orë, ju i keni qëndruar asaj që pa një dekadë ai konflikt atje do vazhdoj të jetë i ngrirë dhe drejt asaj po shkojmë. Kështu që edhe për atë që po ndodh lindjen e mesme, jam i prirur të besoj atë që thoni ju, edhe të diskutojmë sërish në të ardhmen se çfarë do ndodh atje. Unë të falenderoj shumë për bisedën, nëse keni edhe diçka për shtuar patjetër. Po, do kisha shtruar mos t'ju marr shumë kohë, mbas jemi në fund, kërkoj ndjes, vetëm se për interes atyre që ndëgjojnë, ta them një të vërtetë. Unë ta kum dërgu ty para një 3 muaj, ashtu i ka një dokument të CIA, raport të CIA, i cili tregon domethënë inteligjencën mbi zhvillimet shpirtërore. Do thotë ka hapësinë shumë të madhe që të mirret inteligjencë nga aspekti i besimit dhe aspekti shpirtëror, do thotë. Edhe atë raport e ke. Po kemi përfshirë edhe një nga bisedat që kemi bërë bashkë. Po, e ke raportin dhe tani kemi edhe aspektin shpirtëror, që nga aspekti i shpirtëror që mund të thojmë diçka për lindjen e mesme. Ç'a mund të konstatojmë nga ky aspekt është se Irani po qëndron më fuqishëm se të krejt shtetet e tjera për rreth aty. Pse? Nga kjo perspektivë, sepse ata e kanë besimin në martir, qenit martir, do thotë. Dhe njerëzit kanë atë motiv në luftim. Dhe sado që për shembull pra goditja që bëri Shtetet e Bashkuara me Izraelin i kanë bashkuar, nuk është se ndikoi për ta rrëzuar regjimin. I bashkoi më shumë. Po gjithashtu edhe Izraelit është të i bashku kjo luftë tani. Edhe për ditën më shumë Izraelit do të bashkohen në atë idenë se do të luftojnë kundër gjithë botës dhe Zoti do të ndihmojë ata. Do thotë njëjta ndodh edhe në Izrael. Ke parasysh zhvillimet po çka është interesant është se unë mendoj që Irani ka atë pjesë më të fuqishëm, sepse nëse Irani godet vendet e fqinj aty ku për shembull në Islam ku ndahen Suni edhe Shia, çka komunet në vërtet është se Suni janë besimi te këta është më ka materializëm më të madh. Ka materializëm më të madh dhe mund ta vrejmë atë edhe në mënyrën e jetesës së tyre, se si jetojnë formën e jetesës, domethënë në Iran e kanë dikush e thotë është janë mbrapa me jetun, jetojnë në kohën, për mua nuk është problem se si e përcaktojnë të tjerët. Për mua është interesant me trajtu këtë pikë se si kjo i ndihmon në aspektin psikologjik gjatë luftimeve. Njerëzit të cilët besojnë me qenë martir, janë të paraprim, do të thotë janë më të vendosur dhe më të fuqishëm psikologjikisht në luftë. Do të thotë nëse Irani godet vendet e Dubait, gjithë do të ikin, do shkojnë nëpër shtëpiat e tyre. Nëse Irani do të godes këto vende të fqinje të tjera, të cilat nuk po reagojnë dhe nuk po shkojnë luftë kundër Iranit, ta themi tash në mënyrën diplomatike që është përdorur nga këto shtetet e Sunit, të cilat nuk dojnë të hinë luftë me Iranin, e kanë vu në votim në Kombet e Bashkuara. Dhe nga aty kanë dalë Rusia, Kina dhe Franca që ata të mos futen në luftë. Do thonë kanë kërkuar pretekst që mos të futen në luftë, sepse ata janë godit, do thotë nga Irani dhe e kanë pas rrugën qeltë të futen në luftë. Por kjo është, mendoj unë, që aspekti do të thotë përveç
do të thotë strategjisë që ka kriju Irani për 20 vite me dronda dhe me këto, unë mendoj që aspekti kryesor dhe fuqia kryesore e Iranit është aspekti i besimit të cilët njerëzit e kanë në këtë luftë, dhe që do i mbaj në një kohë afatgjate, dhe pozita gjeografike e tyre do të jetë një grop ferri për ata që futen brenda. Zotë Gaxheri, faleminderit shumë për mua që kena ti që zhvilluam këtë bisedë dhe jam mirënjohës shumë. Faleminderit, shpresoj se nuk e kam zgjatur shumë, gjithashtu nëse i kom lëndu ndjenjat e dikujna për gjatë shpjegimit nga perspektiva e besimit, i kërkoj falje, nuk ishte qëllimi aty, qëllimi ishte vetëm të jap mendimin se si besimi reflekton në psikologji, në anën psiqike të njerëzve për gjatë luftimeve. Faleminderit për... Unë mendoj që shpjegimi ishte mjaft korrekt, i qartë edhe i balancuar, edhe i ftohtë, dhe unë të falenderoj. Zot mirë, zoti Balla.